Do ta kemi të qartë fillimisht që t'ja japim kontekstin e duhur, kësaj që apo dua të them, të nisem pikërisht prej të gjitha veprimeve, pra t'ua bëjmë edhe një herë një rikapitullim të gjitha veprimeve që i ka ndërmarrë lëvizjave të vendosje, ashtu që kuvendi të konstituohet sipas procedurave tona kushtetuese. E para lëvizjave të vendosje ju ka përgjigj pozitivisht faktit që si fituese e zgjedhjeve edhe vetë kushtetuta jonë ja jep të drejtën fituesit të zgjedhjeve ta bëj propozimin e kryetarit, në këtë rast kryetarës tonë, që e kemi propozuar, zonjës Albulena Haxhiu, që të zgjedhet në krye të Kuvendit të Republikës Kosovës. Kjo nuk hasi në mirëkuptim, siç e dini ju, të subjekteve të tjera opozitare, dhe pikërisht qasja e tyre ishte bllokuese, sepse ata zgjedhën të mos e votonin zonjën Albulena Haxhiu. Duke e pas parasysh që ne nuk i kishim automatikisht 61 vota për ta zgjedhur zonjën Haxhiu në krye të Kuvendit të Republikës Kosovës, atëherë ne ndërmorëm një seri të veprimeve të tjera, të cilat i konceptuam të nevojshme dhe duke i gjykuar si veprime të cilat do të mund të ndihmonin definitivisht të konstituimit të Kuvendit të Republikës sonë. Dhe njëra prej veprimeve, nuk do të harroni ju, është ftesa 2 herë me radhë e kryetarit tonë për kryetarët e subjekteve politike që të takoheshin dhe të bisedonin shtruar sa i përket krijimit të konsenzusit, edhe këtë që vetë gjykata kushtetuese e kërkoi, me aktgjykimin e saj, ashtu që të krijohej një marrëveshje politike në kuvend për të votuar edhe Albulenën si kryetare të kuvendit, por edhe në kryetarët, siç e dini nga radhët e partive tjera, sepse kështu ju takon atyre. E para, lëvizjave të vendosje gjithmonë ka vlerësuar dhe ka theksuar që nëse partitë opozitare e bllokojnë kryetarin e kuvendit në këtë mënyrë, ne kemi thënë që i njëjti reciprocitet mund të aplikohet edhe për nënkryetarët e kuvendit dhe kështu nuk shkojmë askund. Kështu bllokohet, kjo është çështje bllokuese e Kuvendit të Republikës Kosovës. Dhe këtu na dha pikërisht të drejtë aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, ju me siguri keni pasur kohën e mjaftueshme ta lexoni në të gjitha dimensionet e veta këtë aktgjykim. Aty njëri prej më të rëndësishmëve për konstatimit është që nëse hyhet në blokad për me kërku marrëveshje politike, secili subjekt me secilin, atëherë kjo nuk vlen vetëm për kryetarin e kuvendit. Një gjë që të cilën ne gjithmonë e kemi theksuar si vetëvendosje dhe partitë opozitare gjithmonë e kanë mohuar, duke ju thënë që për nënkryetar as që flitet, as që diskutohet, kinse kjo është e drejta e tyre dhe vetëm e tyre, kurse për vetëvendosjen nuk qenë ka kryetari mu zgjedh e drejta jonë. Kjo definitivisht u sqarua dhe edhe një herë, mirë po, ajo interpretimi i lëvizjes vetëvendosjes sa i përket kësaj pike, me që jemi pikërisht te kjo, sa i përket raportit të kryetarit me nënkryetar, dhe unë qëllimisht fillova pikërisht nga kjo pikë, sepse propozimi i vetëvendosjes juve me siguri po ju kujtohet cili ishte. T'i vendosim të gjithë në pako dhe t'i votojmë duke mos ju përzier njëri tjetrit në emnat që t'i propozojmë. Asë ne nuk do t'ju përzijemi subjekteve opozitare se këtë do t'a propozojnë atë për nënkryetar apo për nënkryetare të Kuvendit të Republikës Kosovës. Por gjykata kushtetuese, ne si e lexojmë është që kjo nuk është, le të themi, një instruksion i cili duhet patjetër të bëhet. Kjo është vetëm një paralajmërim që gjykata ka konstatuar nëse hyni në këtë rrugë. Pra nëse hyhet në rrugën e bllokimit, që pa konsenzus nuk ka asnjë konstituent të kuvendit. Atëherë duhet ta dini, ka thënë gjykata kushtetuese, duhet ta dini që kjo nuk mund të bëhet një anshëm vetëm për kryetarin e Kuvendit të Republikës Kosovës. E dyta, nga ana e gjykatës, për
pej pikëvështrimit të leximit ton, është fakti që obligimi për të përfunduar konstituimin e kuvendit është obligimi të gjithë deputetëve të Republikës Kosovës. Nuk është përgjegjësia vetëm e atij grupit parlamentar i cili ka dalë i pari në zgjedhje. Se i pari në zgjedhje nuk do më thonë me dalëm i pas 61 deputet. I pari në zgjedhje mund është me dalë, siç kemi dalë ne, me 48 deputet. Dhe kur i ki 48 deputet, kjo i bie që nuk e ki automatikisht mazhorancën, nuk është obligimi vetëm të fituesi i zgjedhjeve, ka thonë gjykata kushtetuese sipas leximit ton. Pra, obligimi është i gjithëve. E tash apo më tregoni çka kanë bë pala tjetër për me debloku kuvendin. E kemi lidhjen demokratike të Kosovës, e cila ka qëndrimin më radikal, që nuk merr pjesë në kurfar votimi, nuk as për kryetarin, as për komisionin për votimin e fshet, as për kurfar ende të lëvizjes vendose. Mirë, po i keni edhe subjekte të tjera, të cilat kanë dhënë propozimet e tyre, dhe pikërisht për këtë arsye dhe që ne sërish duke u përgjigjur, le të themi, me një dashamirësi si subjekt politik akt gjykimit të gjykatës kushtetuese, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti i ftoi në takim, sapo i ftoi në takim nesër kryetarët e subjekteve politike, ashtu që të bëhet edhe një përpjekje e re në krijim të konsenzusit të krijimit të marrëveshjes politike e nevojshme për themelimin e kuvendit të Republikës Kosovës. Tjetra është që unë pash edhe dje disa prej opinioneve, duke përfshirë edhe ata që e mbajnë veten si me profesionist edhe të fushës, sa i përket akt gjykimit të gjykatës kushtetuese, leximi dhe interpretimi i vetëvendosjes është që përmes propozimit të votimit të fshet për kryetar të kuvendit në kuvendin e Republikës tonë nga ana e kryesuesit Zotit Avni Dehari, gjykata nuk ka gjetur asnjë shkelje sa i përket votimit të fshet. Të gjithë ata që thonë se Avni Dehari e shkeli kushtetutën përmes votimit të fshet, unë mendoj që ata janë lexues të dobët të akt gjykimit të gjykatës kushtetuese. Ata ose nuk e kanë lexuar vetë, ose interpretojnë gabimisht, ose interpretojnë me interpretime të tjerëve. Edhe kjo nuk është mirë. Gjykata kushtetuese ka thënë që nuk ka kurrfar klauzule eksplicite që e obligon kuvendin patjetër me shku deri në pafundësi me votim të hapur. Edhe votimi i fshet është njëjtën kategori për nga legitimiteti kushtetues, po sikurse votimi i hapur. E ta shtrohet pyetja, kur e ka propozuar Avni Dehari votimin e fshet? Votimin e fshet e ka propozuar pas disa dështimeve dhe duke e krijuar përmes logjikës të tij një përfundim racional se edhe të shkonim 100 herë të tjera nuk do të konstituojë në këtë formë kuvendi i Republikës Kosovës. Dhe pasi e ka ezauruar, numri është relativ, kërko nuk shkruan do të me provu 7 herë, apo do të me provu 17 herë, apo do të me provu 100 herë. Zoti Dehari e ka ezauruar dhe si kryesues do ta kuptoni që i ka kompetencat absolute në këto interpretime, të cilat nuk kanë shprehje eksplicite në kushtetutën tonë. Për shembull, sa herë të provuhet? Sa herë duhet me provu kryetarin e kuvendit? Nuk shkruan kërkon në kushtetutën tonë sa herë. Për shembull, pas herës 30 do të ndodhë një zgjidhje tjetër. Dhe zoti Dehari, duke e pa që kjo metodë nuk funksionon, e ka provu metodën tjetër e cila gjykata kushtetuese thotë është plotësisht në përputhje me kushtetutën tonë, që është votimi i fshehur. Prandaj ata që thonë që në votim të fshehur nuk kemi të drejtë, ata mendojnë që janë lexues jo profesional të akt gjykimit të gjykatës kushtetuese. E tash, ju do ta kuptoni po ashtu që ne nuk mund ta dim se
në çfarë faze hyn Kosova mas 26 korrikut. Ne nuk mund ta dim. Ne mund të spekulojmë. Po është edhe sot mëngjes një 10 interpretime të ndryshme se çka kjo i bie, prej zgjedhjeve të reja e deri te asgjëfare, sepse kjo nuk e obligon askënd. Nuk ka ndonjë mekanizëm kushtetues i cili automatikisht të shkon zgjedhje, të çon në zgjedhje. Prandaj, ajo që desha të them është që më së miri dhe pas kësaj se si ne interpretojmë aktgjykimin, sidomos këtë që e ka thënë për kryetarin dhe për nënkryetarët, që ka reciprocitet dhe duhet me pas universalitet. Nuk mësh me thonë vetëm vetëvendosja, vetëm këta e kanë përgjegjësinë dhe na vetëm këtyre nuk ja votojnë kryetarin. Po këta krejt duhet mi kry tjerat edhe neve nënkryetar. Gjykata kushtetuese ja ka bë me dije që kjo është një çorrsokak. Nëse veprani kështu keni hyrë në çorrsokak. Sepse edhe ata i detyroni mi ia zgjedh në kryetarët e juaj. E apo më tregoni a ka situatë më e pahishme ku ata na i zgjedhin neve kryetarin e na hym me avçit një listë aty në për kënë kanë ata në kryetar. Kjo është definitivisht e pa imagjinueshme me ndodhen në Republikën tonë. Pra, gjykata kushtetuese ka desht përmes aktgjykimit të saj megjithatë me rujt subjektivitetin e partive politike në propozimet e tyre, dhe e dyta, çdo propozim që ne e kemi dhënë në asnjë fjalë shprehimisht gjykata kushtetuese nuk e ka shpall antikushtetuese. Domthonë çdo procedurë e tash këta unë pevreje dhe partitë opozitare, këta po insistojnë atë që votimi i fshet nuk o konë në atë skenarin kur unë e kumë përgadit atëherë si kryesi e kaluar e Kuvendit Republikës Kosovës, po ju kujtohet atëherë kur u përgadit skenari, nuk qenë ka kërkon votimi i fshehur, po as i hapur nuk është kërkon. As i hapur nuk është aty, nuk thët votimi është votimi kryetarit të Kuvendit. Metodat janë dy legjitime kushtetuese, i fshehur apo i hapur, sipas rrethanave. A kur thot shprehimisht i fshehur, është vetëm rastet caktuara, ajo është obligativ. Për ato s'ki nevojë me pas diskutime. E ajo është për shembull që tha gjykata kushtetuese për rastin e presidentit, për rastin e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese dhe raste të tjera. Sa i përket kësaj, çka do të ndodhë pas 30 ditëshit dhe si do të veprojmë ne tash do të veprojmë që do të Kuvendi përmes një vendimi t'ja jap një epilog votimit të fshehtë. Sepse në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese nuk ka kurfar instruksioni i cili thot që do të kthehemi dhe do të tërhiqemi prej votimit të fshehtë. Besoni, po të ishte votimi i fshehtë antikushtetues, eksplicite do të ishte gjykata kushtetuese. Nuk ka ma kollaj, se me interpretu një normë e cila është e shkruar e zeza në të bardhë. Nuk lejohet. Kur nuk lejohet, do të ktheheni atje ku është legjitime. Po gjykata kushtetuese nuk ka thënë kështu. Do ta lexoni saktë aktgjykimin. Kështu që ne do të sa i përket praktikat e drejtanishme që kanë qenë me votim të hapur. Ndëgjo praktikat kanë qenë për shkak se ka funksionuar me të parën. Pajtohem plotësisht me ju që në pikën e numrave, pra nga aspekti i numrave, gjykata kushtetuese ka dhënë udhëzimin e konsenzusit. Edhe diskutimeve, konsultimeve, sepse kjo është procedura normale në një demokraci. Ku nuk i ke numrat, do të kërkosh ata, e për të kërkuar ata, do të ulesh dhe të bisedosh, apo jo? Po pra. Kjo është sa i përket numrave. Sa i përket komisionit të fshehtë, nuk ka dhënë kurfar instruksionit që është antikushtetues. Dhe me qenë se nuk është kështu, ne nuk mund të kthehemi në një votim për cilin jemi bindur që ka dështuar disa herë. Do të jepet një epilog kësaj ku jemi tash. Do të ishte pikërisht antikushtetuese me dalë prej kësaj rruge ku jemi tash. Të kthehemi diku ku te ke vërtetuar disa herë që me atë metodë nuk mund të konstituohet Kuvendi i Republikës Kosovës. E për t'ia shtuar edhe një tjetër, kryetari i lëvizjes Albin Kurti e ka marrë edhe këtë veprimin tjetër për herë të tretë që edhe një herë të ulen me partitë politike dhe të arrihet kjo që the ti. Kompromisi, konsenzusi e kështu me radhë.